Qa kemi sot për prezantim? Audi R8 5.0, 10 pistona, V10 e 2012-ës, 525 kuaj fuqi. Ti bëjmë një review, ta shohim pak. Ky sistemi i frenimit i R8-ës bën sa një Audi S3 në vete. Po qa ka të veçantë kjo? Audi Gjermanie me targa Dibre. T'ja shohim i qik motorin, ku janë 10 pistona. Dhe që haru me ka motorin mrapa. Jepi. Shohim pak se si u lërasin 525 kuaj këtu brenda. Nga brenda. Eve, nuk shkon Audi pa një çantë Gucci ose Louis Vuitton. Na fal. Zero deri 100 e bën për 3.9 sekonda, shpejtësia maksimale 316 km/h. Na tregoni çfarë mendimi keni për këtë makinë.